du të kemi një gjë parasysh. Tek çështja e kohës udhëheqja politike ruse kur shpalli operacionin special nuk i ka vënë kohë shtabit përgjithshëm. Pra i ka vënë vetëm detyra strategjike, po jo kohë. Pra kjo është ato dhe kohën le ta marrin sa duan, për arsye sepse për të kursyer jetët e njerëzve. Pra në rast se do vësh kohë, do angazhosh njerëz. Në rast se do vësh kohë, atëherë do kalosh nga operacion special, do kalosh në luftë, sepse ndryshimi i disa operacione speciale dhe luftës është që ti nuk bën në luftë, je i detyruar të bësh mobilizim të përgjithshëm. Kurse këtu ti nuk bën mobilizim të përgjithshëm, është operacion special dhe mobilizimi është baza vullnetare. Normal që bazat vullnetare janë shumë të mëdha në Rusi sepse ka vënë incentive të mëdha. Pra ai në moment që ti nënshkruan një kontratë për të vajtur në luftë në Ukrainë, kontratat janë 1 vjeçare. Pra, kontrata me vogël është 1 vjeçare, të japin 10.000 euro cash çekun që ta lësh në shtëpi. Rroga është 2.500 euro në muaj, plus ka bonuse gjatë gjithë kohës. Pra për çdo pozicion që merr, për çdo avancim që bën, për çdo tank që prish, për çdo makinë, ti ke bonuse të ndryshme dhe në fund i bie që një ushtari të marrë diku të rreth 5 deri 6.000 euro në fund të muajit me gjitha këto bonuse. Dhe në fund të një viti i shkon edhe 70.000-80.000 euro. Po 70.000-80.000 euro në Rusi janë shumë, nuk janë shumë në Moskë, nuk janë shumë në Shënpërdeburg, po janë shumë në Siberi, janë shumë në Vladivostok, janë shumë diku tjetër. Pra dhe nga këto zonat që janë jo edhe shumë të përparuara, ka një masiv të madh vullnetarësh të cilët po shkojnë në këtë luftë. Normalisht që për të kursyer numrin e ushtarëve, ata çfarë bëjnë? Aktualisht ka diku të midis 40 dhe 50.000 vullnetarë në muaj që regjistrohen, por kapacitetet e trajnimit nuk e kalojnë 30.000-shin. Dhe rusët marrin midis 20 dhe 30.000 në muaj sipas nevojave të tyre. Plus edhe çështja e trajnimit, sepse çështja e trajnimit tashmë aktualisht me përjashtim të rekrutimit fazës së parë që ishte në shtator vit 2022 që u morën 300.000 veta dhe u bën vetëm 3 muaj stërvitje, tashmë numri i stërvitjeve lëviz muajve të stërvitjes lëviz nga 4 deri 6 muaj. Pra pa 4 deri 6 muaj ata nuk shkojnë në vinë e frontit. Kurse në krahasim me Ukrainën që i stërvitjet vetëm 2 javë. Sepse s'ka kapacitete stërvitje, nuk ka baza trajnimit, sepse kudo që ti grumulloj çdo grumbullim i forcave ukrainase mbi kompani e lartë goditet nga rusët, pra është e pamundur që të bëj trajnim. Plus në këtë luftë i duhen oficerat, i duhen në terren. Dhe ka shumë pak oficerë, sepse neve themi nuk matet lufta vetëm me ushtar, pra lufta ka sasi dhe cilësi. Sasia është ushtari, cilësia është oficeri dhe arma. Cilësia ka rënë në mënyrë drastike për arsye se të gjithë këta oficerë, nën-oficerë të cilët kishin krijuar eksperiencë po vdesin këto 3 vite gjysmë, sepse Ukraina nuk bën rotacion. Sepse nuk ka kapacitete të bëjë rotacion. Kurse rusët bëjnë rotacion 6 muaj një brigadë, 6 muaj një batalion, pra bëjnë gjatë gjithë kohës rotacion. Dhe ky rotacion i mban të freskët ushtrinë. Megjithatë kam dëgjuar që ka shkuar filan divizioni motorizuar, filan brigad parashutistë, filan këta janë ushtarë të rekrutuar, janë ushtarë të shërbimit të Jo, nuk janë ushtarë të shërbimit detyrueshëm, për arsye se ligji rus e ndalon që ushtarët të shërbimit detyrueshëm të shërbejnë në jashtë territorit të Rusisë. Pra nuk dalin dot jashtë territorit të Rusisë. Vetëm ata që janë me kontratë. Ushtarët profesionistë. Po ushtarët profesionistë. Ushtria ruse ka aktualisht 1.500.000 forca aktive, pra që nga ushtari deri te generali te shefi i shtabit përgjithshëm, dhe nga këto 1.500.000 forca, 850.000 forca janë forca profesioniste, pra me pagesë. Kurse pjesa tjetër janë forca kështu. Janë ushtar të shërbimit detyrueshëm edhe personel që shërben. Dëgjoj një shifër, është ushtria që ka personelin, më shumë personel femër, 30%. Në ushtrinë ruse janë femra. Nuk kuptohet, nuk besoj që janë të vijës parë që çon në front, po. Aktualisht nuk është e 30%, është diku aty afër, varion midis 22 dhe 25%. Ndoshta, se kam pikë. Bëjnë detyra të ndryshme, aktualisht ka lejuar gjithë ato që janë me pagesë të jenë edhe në vinë e frontit në rast se duan. Por në vinë e frontit do bëjnë detyra të ndihmës së shpejtë, ndihma mjekësore, gjëra të tjera, pra jo direkt të luftimit në vinë e parë, pra nuk i fut në çështje të luftimit për arsye të lëvizshmërisë që kërkon sot kjo luftë, për arsye se ushtarët sot lëvizin në grupe nga 3-4 veta. Dhe lëvizja duhet të jetë e shpejtë dhe femrat edhe nga konstruti nuk mundet, pra ti mund të kesh një femër që mund ta bëjë 100 më shumë se 1.000 meshkuj edhe se 10.000, pa është diçka e rrallë. Kurse në përgjithësi pjesa tjetër nuk e bëjnë dot. Akoma se ka kaluar ndonjë femër poshtë 10 sekondë. Kështu që prandaj nuk i kanë futur për arsye se duhet lëvizur shpejt, dhe duhet lëvizur me pajime, dhe duhet lëvizur me kod gjatë, për arsye se tashmë kemi në këtë pavarësisht kjo që na duket neve është vije fronti që themi neve, kjo pika e kontaktit, ama
në këtë vijën e kontaktit, këtë pikën e kontaktit që ne e shohim këtu, është një zonë ngri e gjitha. Është një zonë ngri që diku lëviz 2 km, diku lëviz 40 km. Kjo është zona gri. Dhe në këtë zonë ngri lëvizin të dyja forcat, dhe në këtë zonë ngri do të lëvizësh në mënyrë të shpejtë, sepse gjatë gjithë kohës ke drone. Ti mund të kesh për shembull në 1 km/h, në 1 km/h mund të kesh 10 ushtarë, ndërkohë që i ke 1000 drone. Në 1 km/h. Pra, është e pa. Është bërë një luftë jo simetrike komplet, ëh? Absolutisht, është bërë lufta është bërë shumë ka ecur në mënyrë shumë të përparuar, është zhvilluar shumë. Teknologjia ka bërë gjithçka. Pra imagjinoni sot kemi dronet që drejtojnë, pra droni drejton, kemi dron që bëjnë zbulimin në thellësi, kemi dron që bëjnë drejtimin e zjarrit dhe kemi edhe dron që janë kamikaz që godasin dhe vetë. Dhe ka edhe dronë cilët drejtojnë trupat në terren gjatë gjithë kohës. Pra të dhënat që shef droni ja jep direkt ushtarit. Thoshte një general italian, thoshte asnjë ushtri e NATO-s, përveç asaj amerikane, të cilat duhet provuar, nuk është në gjendje të përballojë këtë lloj lufte. Jo, as ushtria amerikane dhe asnjë ushtri e NATO-s, përfshirë ushtrinë amerikane, nuk kanë kapacitet të përballojnë këtë lloj lufte. Ushtria amerikane dhe disa ushtri të tjera, siç janë ushtria franceze, angleze, ata kanë disa njësi të veçanta, të stërvitura speciale, po ato janë të bëra për luftra për luftë antiterrorizëm ose për luftë antigorrile. Kurse në një luftë të tillë, asnjëra nga jo vetëm ushtria, jo vetëm NATO, po asnjë ushtri e botës nuk ka. Aktualisht, ushtria ruse dhe ushtria ukrainase janë dy ushtrit me eksperiencën më të madhe dhe dy ushtrit aktualisht më të forta të botës. Nuk ka ushtri tjetër që mund të krahasohet me mënyrën e luftimit, me llojin e luftimit që bëjnë ato dhe me qëndrueshmërinë që kanë këto dy ushtria. Pra askush në botë nuk krahasohet me këto. Dhe prandaj them dhe më vjen keq që Evropa ka një po konsumon këto dy ushtri. Jo, Evropa, jo vetëm këtë, po Evropa ka një pasuri të madhe në dorë. Pra në rast se Evropa do të jetë e fortë, atëherë Evropa duhet ta ndalë këtë luftë aktualisht dhe të mos e shtyjë deri në Ukrainasin e fundit për të vdekur, sepse ka ushtrinë më të fuqishme që kanë, pra pas Rusisë, bashkë me Rusinë janë njësoj. Ushtria ukrainase dhe ushtria ruse në aspektin e luftimit janë njësoj aktualisht. Pra ata po rezistojnë, është rezistencë e madhe. Dhe ti nuk ke në Evropë një rezistencë, nuk mund ta gjesh, ndoshta mund ta bësh atje pas një luftë 3 vjeçare. Po sot nuk e ke. Pra ti do ta ndalësh këtë luftë dhe ta mbash të ushtri, ta prezervosh si një ushtri që është si tampon zonë midis teje dhe Rusisë. Dhe ti e ke gjithnjë të sigurt vetveten. Pra ti e ke të sigurt çfarëdo që të bësh që nuk mund Rusia të vi, sepse ekziston. Në rast se ti e zgjat të luftë, vazhdon të luftë, atëherë këta njerëz shuhen. Sepse do vinë duke u shuar, territori do vinë duke u zvogluar dhe nesër Rusia do ta marrë edhe Odesën dhe do të vinë kufi. Sot nuk e kanë kufi. Po nesër kur ta kesh kufi, çfarë do bësh? Ku do t'i gjesh këta njerëz? Pastaj do qarsh robobot që i bëm vetes, pa ma këta njerëz i morëm qaf. Prandaj duhet ndalur automatikisht. Është një luftë e humbur, dakord, këtyre ju ka rënë dinjiteti. Dakord, gjithkush e nis një luftë, e nisëm këtë luftë me mendimin se mund fitoni, me mendimin se mund ta mundim Rusinë strategjikisht, i bëm llogarit gabim, na dolën gabim, nuk e mundëm mbaroj, nuk ka ndonjë gjë të madhe këtu. Ndoshta do të ishte një mençuri traktati paqes si bisadimet e Stambollit. Aty do të ishte një nuk dilte asnjë turpuruar, as Rusia as Evropa. Do të kemi një gjë parasysh. Evropianët gabuan një gjë, gabimi i tyre është jo në nivel strategjik, po gabimi i tyre është në nivel stratosferik. Në bisedimet e prillit të vitit 2022, kur Zelenski e pa qartë që Ukraina nuk mund të fitonte, dhe propozoi bisedime paqe. Rusët e pranuan. Dhe u bën bisedimet e paqes. Në ato bisedime paqe rusët pranuan të tërhiqnin të gjitha trupat që kishin në Ukrainë, me përjashtim që Lugansku dhe Donetsku, vetëm ato dy, të ishin krahina autonome, pra republika. Që praktikisht ishin më të vogla se sa që janë aktualisht. Republika autonome brenda Ukrainës, pra jo brenda Rusisë, po brenda Ukrainës. Zelenski e pranoi realisht këtë gjë, sepse normalisht do të rriqen gjithë ushtarët rusë, pra s'do kishte asnjë territor i Rusisë. Me përshtim Krimestan, ata nuk lëviz tjetër, sa tjetër, gjithë do ktheshin rusët. Dhe atëherë ç'a bën? Amerikanët quan Boris Johnsonin, që i tha jo ti se na kanë vazhdo luftën se na kanë edhe mbrapa. Dhe Zelenski tha jo, nuk e firmos marrëveshjen. Dhe aty ishte fundi. Aty u firmos dënimi me vdekje i Ukrainës dhe i Evropës dhe i NATO, sepse aktualisht pavarësisht se ne themi po lufton Ukraina. Ukraina po lufton me ushtar. Po në realitet, gjithçka është e NATO-s.